Amerika, tani, Bushat, ka çliruar Dodikun. E çliroj. Pas këshilltarit Orbanit. Jo vetëm këshilltarit të Orbanit, po me një ndryrë tjetër që ka qenë dhe miki, lexova një shkrim unë të një gazete të huaj që tani s'po më kujtohet, po më duket britanike ishte. Si e kisha Manforda, si e kish këshilltari. Paul Manaforti? Manaforti, Paul Manafort. Paul Manaforti. Ai ishte mik edhe të pjesë e Berishës, ishte këtu në Tiranë, me Racivitin dhe këta, dhe ndoshta ndodhe me doktorin tonë kjo gjë tani, si mendoni ju? Që ja heqin. Do t'dikut ja hoqin. S'ka rëndësi kjo. Rusi mi madh. Problemi është, e di për çka ka rëndësi për ne këtu, se na ka dalë rryli fytit 4 vjet, një pjesë janë nga këta paçavuret që sot i zvarriten Saliut, që na dilnin për studio dhe thoshin, jo, Saliu, s'është ai që ka shpallur gratë Amerika, se ne besojmë që Saliu është i ndershëm, por për hir të aleatit ton të madh strategjik ne i bindemi Amerikës. 4 vjet është bërë debati, Amerika, po tha Amerika, mos e kundërshto. Amerika kundërshton vete. Si që bëri me Dodikun, si që bëri me këshilltarin e Orbanit. Pra, kjo fabul vlen për të ridimensionuar këta debilët e lokalitetit ton të vogël, që tundin natë e ditë flamurin Amerikan dhe i thoni këpirdhë dhe logjikës tyre vetëm po foli Amerika. Në këtë punë, kjo fabul kaq mund vlej për Shqipërinë, jo se s'ka në analogji direkte që edhe mund t'ja heqin dhe mund mos ja heqin Saliu. Mund t'ja mos ja heqin. Jo, po, edhe mund mos ja heqin për një arsye fare thjesht, Dodiku ka hoqi dorë përfundimisht nga pra po, ata ja hoqin kur ai kushti, ka një kusht të rëndësishëm. Edhe Berishës mund ja heqin, po do nga politika. Ka 2 rrethana. Nuk ishte. Po si, do me thënë... Kusht nuk e dim, po në dim që ja hoqen pasi doli nga politika. Do me thënë, se kjo e bën akoma dhe me hipokrite çështje. Sali Berisha nuk pas kështë qënë hajdut dhe minusi demokracisë, po dolin pension. Nuk e dim këtë. Po ndetin, po kjo s'ka vlerë. Dodiku akuzohet për separatizëm. Në momenti që ke heq dorë nga beteja, nga lufta, nga militant, ajo... Ato atëre ti qishet kjo, kurse tek Berisha ndoshta është tjetër, nuk e dim. Tek Berisha vlen ta provojmë, ti iki një Berisha të shohim, ja heqja apo se heqja. Për vetë natyrën e politikës që bëhet në kontinentin tonë, edhe në Shqipëri, një politikan që, e kam një replik me barë, një politikan, që është politikan, jo një analist, një politikan, që sankcionohet nga SBA-ja për vetë natyrën e marrëdhënieve që kemi me SBA-n, brenda NATO-s, etj, nuk mund të ecë, nuk mund të shkojë larg. Dhe vetë Berisha ka bërë gjithë këtë që bëri për të marrë partinë pikërisht me shpresën të heqë non gratën, dhe kaq të rëndë quan, sa është gati me bëjë çdo sakrificë. Ka paguar edhe $6 milion aq sa dihen, ka dhe kontrata tjera. Shiko, pra është gati të paguajë shumë. Pra ajo ka rëndësi. Veprimi që bën Berisha për këtë e bën, por kemi një moment tjetër. Ka rëndësi. Ajo që them fillim. Eksakt. Pra, ne duhet të bindemi qorazi, çfarë na vjen prej andej. Ka rëndësi kjo që thot presi, sepse problemi pse e bën ai. Sepse unë jam nga ata që besoj që ajo për Berishën ka qenë e lobuar me para, me shumë para. Atëhere, a mundet ne të ridimensiojnë partit tona, vetëm se kundërshtari lobon në Amerikë dhe paguan... Po pse e bën Berisha këtë? Nëse s'ka rëndësi, pse paguan? Tani shiko se kam unë, për ta përmbledhur këtë... Këtu ka një gjë që si e mendojmë, një gjë që e dim. Ne nuk e dim sa janë pagu para për ta bënë në ngrata Berishën, ti thua mendoj. Por dim këtë që janë pagu para për t'ja heq. Asa të nuk e dim. A vetëm atë përpjekje me kirjen e Lacivitës këto? Unë jam dakord që janë paguar para dhe për ta bërë dhe për ta hequr. O zotëri, kanë thënë asnjëherë që këto para janë për të hequr atë. Tani mua, ja një sekond, formalisht kanë thënë këto janë këshilltar. Unë e pranoj për atë janë paguar. Po si që janë paguar për ta bërë, janë paguar dhe për ta hequr. Ja të dalun. Pyetja është, do di ka 2 rrethana, që e para është dërguar nga politika, e dyta është sankcionuar nga departamenti thesarit, që nuk edhe përqirë dhe nuk është të dyshme nga sankcionimi nga departamenti i shtetit. Megjithatë,
E kam thënë dhe përstisë në Dakor, Zëvendësimi i Shtetit e ka bërë me sekretarin Blinken. Okej. Është ka komplikime. Pavarësisht nga kush e bën, i the Sarit apo, është e njëjta gjë. Non grata. Po të mos shkosh në Amerikë. Tani, shiko çfarë është. Ore ta kam thënë një herë tjetër, jetonim deri para një viti në një Amerikë, mbi kokë një Amerikë që ishte krenarit, ishte gay, dhe sot që është krim ti është gay. Kjo është Amerika. Kjo është Amerika. Tani, është kështu. Ja është kështu. Ja të them një gjë tjetër unë. Unë nuk i ndroj dot. Jo, për mua është kështu. Amerika është superfuqia e botës, më thonë, edhe NATO-s. Garantusja sigurisë së gjithë hemisferës tonë spaku. Ka dhe gay, ka dhe maskarej, ka vrasës, ka kriminal, tëre ka vendi madhë. Unë them shteti Amerikan është kjo që për flasim. Unë flasë për shtetin, unë flasë për larminës, dhe si që shteti që në shumë pjesë botës ka garantuar paqe, është dhe shteti që në shumë pjesë botës ka bërë më të tmerrshme. Tani, në pikpamjen time, a mund të më përgjigjesh sa gjë, të dhe me më shumë fjalë se një pyetje? Heqja e sanksioneve do të dikut, mua më tregon diçka për vetë non gradën si instrument. A është thjesht instrument politikisht bazë që në Shqipëri ne i japim një kuptim shumë të madh. Për shkak edhe të inferioritetit që kemi. Shkurt, a duhet të ketë në një rëndësi, shpallet apo një lider non grata, kur kjo non grata iqet edhe me një lobim. Paguhen para dhe iqet. Qa do me thënë kjo? Kjo është, tani vjen Trumpi, që ditë meret me këto punën e si biznesmen, iqet në non gratat. Vjen non gratat. Nuk më rezulton mu. Se rezulton kështu? Pse? Sepse Amerikanë nuk e asë sankcionon me para. Po se mërë tani shtetin ideal në bota. Ashtu më e bëjë, sepse s'ka e është... Ne e duam Amerikën, e kemi dashur dhe e duam shumë, po tani mos e mërdi me bashkë me Jezu Krishtin të nështë. Por Mako Light me thënë që ata marrin... Por me ata i bje njëri tjetrit, nuk në gjë pa thënë kundër njëri tjetrit. A jenë dhe njët mekanismeve që vehen levizim me shpallë non grata një person. Janë disa departamente që bashkëpunojnë. Deri sa finalizohet departamenti i jashtëm, është departamenti i drejtësisë, departamenti i tësarë, departamenti i sigurisë. Dhe në rastin e Saliut, doli ky departamenti i ri dhe tha, ajo e non gratës ta ka qenë një tentativë për të prish marrëdhëniet midis dy vendeve. Tani edhe kjo e dyta është e lobëruar. Bën deklaratë para zgjedhjeve. Zëdhënësi më me emër. Po lere më askush s'ka bën deklaratë. Po, asnjë deklaratë. Ka pas amerikanë që kanë ardhur për rastin shqiptar. Asnjë deklaratë zyrtare Sali Berisha ka kërkuar vizë. Lobuar ishte edhe e dyta. O miku im. Por do me thënë... Saliu ka kërku vizë 2 herë për para zgjedhjeve dhe ka pas shumë shtetes, shumë lobin, bile ata që flisin studio, që unë thoshe i shale a he, unë rojtja heqin, pa ata s'ishin t'informu, vinin dhe genjenin kërë Saliu. Shiko preshe, ti që ndodhë nuk e mori. Pjesa dërmuse, pas shpallit son gratat Berishës, pjesa dërmuse e krahasonin atë Berishën me një terrorist. Ore, nuk... Ja, një sekund, ta mbaroj mendimin. E krahasonin si me një terrorist. Tani, po si kur që e që në gratën, beti mirë Saliu. A pra kjo është puna. Beti mirë Saliu këtu. Në sytë tanë, Saliu pa në ngrata bëhet më i mirë. Beti mirë tani Saliu. Ja u ojtë në ngrata. Shkurojë Saliu. Kur ishte Saliu në pushtet, e mbani mënd që foli ambasadori Amerikan për celule anti-Amerikane në PS dhe gjithë propaganda e saliistëve ishte që ne kemi një opozita anti-amerikane. Këtu flamuri pro-amerikanizmit është gryer nga më qelbësirat e pushtetit. Dhe këshu po ndodh me Saliun, sot që ndodhë me Ramën dje. Pra ndaj ta heqim të pune pro-amerikanizmit. Për një forcë politikë që do të zimë pushtet, ka shumë rëndësi mbështetjet e kombëtarëve. Pushtet në Shqipëri s'ka ardhur kur pa kaluar anti-amerikanizmi që thonë këtu. Me Nano, me Ram, me Salit, gjithë janë shpall njërë anti-amerikan, pas të kanë ardhur pushtet. Pra është vaksin për të marshuar drejt pushtetit. Pa pasur mbështetjen atyre lartë, nuk ka ardhur kusht dërmë sot pak. Qëndrimet e mija ndaj Sali Berisha i kanë pas parë se shpallën non grata dhe ti i di, që nga 92. Për shoja zgjë, por shpallën non grata, e pengon Saliun, e pengon për të bërë sukses në Shqipëri. Nuk e bën dot. Kjo nuk ka lidhje me qëndrimin tim. Qëndrimi im ka qenë edhe me AEQ,
Unë nuk atë mendim kam për Saliu. Po pra, këthe po them. Por... Tani bet mi mirë Saliu. Se i thoshin terrorist tani dhe... Jo, o preç, po jo më preç. Ka lidhje me fatin e opozitë. Nuk është kjo... Qëse ti të me sfidu Amerikën për non grata, bëhet kjo që ndodhje. U fut partia e dytë më e madhe në vend, në një krizë 3 vjeçare, me ca debila që thoshin, ne besojmë se Saliu është i ndershëm, por nga që na ka thënë Amerika që ne po e përjashtojmë. Si që debila ata, unë shumë se kam të mendim, por... Janë dërfysh debila se sot po i lëpin gjithë këpucët Saliu, ta që thoshin. Ata që lëpin janë pa karakter, po jo debila. Shqipëria, opozita nuk mund të ketë një, nuk e di që të ndodhë, nuk mund të shkoj kur në fitore me një lider që se shpalli të zem ato pjesa e Bideni, që ajo ka histori më shumë. Këto dhe janë këta, kupton, nuk mund të bësh sukses. O Ylli, kjo është aksiomatike, nuk është se si e du mund e ti. Se nuk jemi në këte hemisferë. Mua së përken kjo që thua ti që Amerika është një dhe gjithmonë është një. Jo, shteti Amerikan, nuk themun shteti Amerikan ka mekanizma, shteti deep state. Që nga njerë të shtojnë në mënyrë spektakolare, dhe pjellin krimet në dhaja duke të merë. Ka më shumë arritje se dështime. Prandaj, po themi jo më jo, vendi këtë sistem vlerash, po mendoj se... Kjo është bota perndimore, është bota që ndërtoj Amerika. Ne nuk vëmë në dyshim këto. Dakor, shumë mirë. Ne po themi, po më është një vepre një ori. Bota që ndërtoj Amerika, herova e në autorit një ori. është bota demokratike. Bota që ndërtoj Amerika. Por tani, edhe një pjesë të mirë, jo të vogël të gjerave, i prish Amerika të keqen. Ka, po më shumë bërë mirë se... Po pra tani se... Për shumë ne shikojmë që Amerika po dheqë procesin e... Me tani ikën me vrap nga Afganistani, ikën me vrap e lanë aty, mori dhe parat presidenti që zjodhen këta, dhe tunde binte helikopteri nga parat. Presidenti ishte ajo që ka ndodhë dhe më të rënda se kaq. Po pra ka ndodhë më të rënda se kaq gjithandë, dhe kjo dhe të parë në këtë plan. Dhe në këtë plan, tani unë të shtrova një pyetje të fundit ty. Ta zëmë se nesër ikën Sali Berisha. Ja eqin në ngradën. Por mua është po aj që ka qenë. Ngelet të dha përgjigje, ngelet të njëti Salim. Por kryohen kondite për ata që nuk kanë këtë mardhane që ka mund me të. Po s'duhet marrë kjo pastaj e në ngradëve, kjo nuk duhet marrë seriosisht. Kryohet kondite. Kjo është me utal me vete. Dojnë si unë. është një kompleks. Po jo më vla, nuk është kompleks. Ore, në ngrata për Saliu në shpalë për 2 gjëra. Nuk është kompleks. Për ta hequr nga partia dhe për ti fut furqet spakut që të vazhdoj punën me adocin Pachavure. Të dyja qëllimet e non-gratës tani nuk ekzistojnë më, se Saliu partinë e mori, spaku e kreu punën. Shu që non-grata si është, si sështë, tani s'ka më... Sështë ashtu, po t'ja i heqin, kryohet kondita që një grup njerëzish këtu që e kanë kriterë këtë gjë, dhe të frymëzohen që të bashkohen... Bile me shkruajnë një gjë që është... Veç, me shkruajnë një gjë shumë të lartë. Kush? Bile me eqen, me këtë të të mbyllim, me eqen ironie është të që nga non-grata e Saliu të engri vetëm Luli. Se Saliu prap atyr, vetëm Luli shkret e engri. Jo është histori që nuk është ka që thjeshtë. Sepse Luli ti ndërtore si duesh tani. Falsitet. Ma dje mi fuqishëm se qishtë tani në këtë, kjo për dhe që kam betur. Luli besoj në i falsitet edhe pagoj çmimin e besimit në i falsitet. Unë mendoj që... Të jo të ambyllim dhe herë tjetër... Barin e ëngri Luli do me thënë, nuk e ëngrën këta të Saliu. Luli kishte një projekt me qupe dënë fitore, me 37.000 vota do që... Barin e ëngri... Luli të shtoj dhe kaq. Kanë përfunduar ata qatë. Atere...